Edhe për 6 muajt e parë të vitit 2026, raporti i SPAK është mbushur me shifra arritjesh në goditjen e krimit të organizuar, të trafikut të drogës, sekuestrimit të pasurive të palikshme dhe bllokimit të miliardave që pastrohen aktivitete e biznesi të licencuara nga qeveria, por brenda statistikave të SPAK mungon emri i Andrea Çaushit, alias Renato Çaushi nga Tepelena, me disa dosje për aktivitet kriminal ndërkombëtar droge, me grup të strukturuar, pengmarrje, gjovënie ndaj biznesmenve, rrëmbim personi dhe plagosje në tentativë vrasjeje. Prej 6 vitesh, SPAK nuk heton Andrea Çaushin, megjithëse ka marrë dosjet e plota për të nga ish prokuroria e krimeve të rënda dhe prokuroritë e rretheve. Madje disa nga prokurorët e SPAK kanë qenë ish prokuror të krimeve të rënda që e kanë pasur subjekt hetimi. Partnerët ndërkombëtar, konkretisht prokuroria e Sicilisë dhe antimafia italiane, gjatë viteve 2022-2024, kanë kërkuar SPAK-ut hetimin dhe sekuestrimin e pasurive të trafikantit Andrea Çaushi, alias Renato Çaushi, të shoqëruar me dosje provash nga aktiviteti i tij në trafikimin e drogës dhe krime të tjera. Në informacionin që ka marrë pamfleti nga burime brenda SPAK-ut dhe BKH-s, thuhet se edhe më 19 shkurt 2026, Prokuroria e Sicilisë dhe Antimafia e Italisë i kanë kërkuar SPAK hetimin e përbashkët të trafikantit Andrea Çaushi, por edhe këtë herë SPAK nuk i ka ofruar bashkëpunim partnerëve italian me justifikimin se nuk ka prova krimi në Shqipëri, kur për Andrea Çaushin vetë SPAK dhe prokurorit Sarand, Gjirokastër, Vlorë, Fier, Tiranë e Lezhë kanë dosje trafiku droge e krimesh të tjera. Më 6 qershor 2017, Andrea Çaushi u arrestua në Tiranë bashkë me Andi Mitën, Kasëm Pilurin e Altin Ramollin nga antimafia italiane dhe ish prokuroria e krimeve të rënda, sot SPAK, për trafikimin e 900 kg drogë nga Karaburuni në Sicili për familjen mafioze Nica. Madje arrestimi i tij u bë edhe si pjesë e grupit Laguna e Vilunit në Lezhë, që trafikonte drejt Italisë sasi të mëdha droge të grumbulluara në Sarand, Gjirokastër, Tepelen, Mallakastër e Vlorë, nëpërmjet një rrjeti prej 11 personash, mes tyre 2 zyrtar të lartë policie. Por pas një muaji, Andrea Çaushi u la i lirë nga gjykata e apelit të krimeve të rënda, ndërsa prokuroria e krimeve të rënda, sot SPAK, në ujdim e Spalësh, nuk bëri rekurs dhe heshti. Sipas dosjes italiane dhe dosjeve të drejtësisë shqiptare, rezulton se në vitet 2014-2022, Andrea Çaushi ka trafikuar 3.8 ton drogë drejt Italisë, ndërsa SPAK po e lë jashtë hetimit e sekuestrimit, madje e hoqi edhe nga lista e OFL-s, ku SPAK ishte autoriteti që hartonte listat dhe hetonte pasuritë. Paralelisht me mosveprimin e SPAK, Edi Rama dhe ministrat e tij kanë dhënë falas trafikantit Andrea Çaushi, kalane e lëkursit në Sarand për resort, si dhe sipërfaqe publike për gurore, leje për hotele e pallate në Ksamil, Sarand, Gjirokastër, Himar, Vlorë e Tiranë. Sipas raporteve të SHish, krye trafikanti Andrea Çaushi ka 5 hotele në Sarand, Vlorë, Himar dhe 11 apartamente e 4 lokale në Tiranë, të investuara me të ardhurat nga trafiku i drogës, gjobvënjet, brasjet me pagesë dhe nxjerrja në kurthe e rivalëve, miqve e bashkëpunëtorëve kriminal. Te kanali i Çukës në Sarand, Andrea Çaushi ka një hotel 7 kate, të ndërtuar me para të pista, ku kati i parë është bar kafe, por edhe një restorant tek Gjiri i Hartës në Ksamil, i regjistruar në emër të vëllait Visi Çaushi, në administrim nga familjarja e tyre, Tritjona Çaushi. Për shembull, te kompleksi i Pallate Derveni në Kombinat, Ysberisht, Astier dhe tek zona 5 Maj në Tiranë, trafikanti Andrea Çaushi ka 18 apartamente, 3 lokale, 4 dyqane, një palestër dhe 11 garazhe, të marra nëpërmjet investim pastrimit të parave të krimit tek firmat e ndërtimit Derveni 1, 5 Maj Konstruksion, BBL Tepelena e të tjerë.